أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى على نعمائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد الله تبارك وتعالى يقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ويقول تعالى نون والقلم وما يسطرون ويقول وسخر الشمس والقمر يقول تبارك وتعالى أيضا في كتابه خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Unë mendoj se sante do të jetë nata e fundit këtij Ramazani kur ne do të flasim për temën që kemi të hapur. Ne do të kalojmë inshallah në disa tema tjera për të cilët ne dim se kemi nevojë. Temën që do të lëm sante nuk ka temë që lihet edhe largohen dietarët prej saj kollaj. Mirë po, duke pas parasysh se Ramazani ka ditët e dame, edhe numri i xhamatit Ramazanit tash shumë larg menës me qenë prezent kur sash Ramazan, ne do të kalojmë nesër prama inshallah me një temë tjetër. Ajetet të cilët i lexuam na janë në për shumë sure në Kur'anin e Kerim, kanë të bëjnë me temën tonë të hapun që një javë. Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Sha'nu thot në Kur'anin e Kerim, Suratul Rahman ajeti numrin 1. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم. Këtë sura e ka hap Allahu Jalla Jalaluhu me emnin, me një emën prej emnave të vet. Nuk diun se a ka sure në Kur'an për 114 sureve që e ka hap drejt për drejti Allahu Jalla Jalaluhu me një kësi emni, veç kësaj. Ar-Rahmanu. Fjala Ar-Rahman. Fjala Ar-Rahman është fjala e cila na tregon një cilësi, një sifat të Allahu Jalla Jalaluhu, i cili drejt për drejti në baraz pesh vën me fjalën Allah, me emrin më të madh të Allahu Jalla Jalaluhu. Kemi ajet në Kur'an për këtë punë, ka thonë Kul id'u Allaha aw id'u Ar-Rahman. Na shtave o Allah kur ta lutesh, kur ta lipësh, na shtave o Rahman, është njëjtë. Pas në dallim Kul id'u Allaha aw id'u Ar-Rahman ayyama tad'u falahu al-asma'u al-husna. Cëllin dush sifat, me cëllin dush thira, e ke boboll. Aja e më nashi ati. Mirë po shkam shefët në fjallën Rahman, 100% sante nuk e kemi për qëllim zhvillimin e kësaj fjallë. Diçka pak. Qiellat edhe tokat, në tokë, në mbrënësit e saj, në mes qiellës edhe tokës, qka han edhe qka pin, qka ka mushkni edhe qka s'ka, qka lëviz edhe qka nuk lëviz, ato qka ka janë materje edhe qka nuk janë materje, kejt krijesat e Allahu Jalla Jalaluhu, Allahu i përcel në përmet kësaj cilësie, Rahman, i mëshiron, dhe të thot,
është rahme, ai mëshiruesi i plot. Allama al-Quran. Dhe njeriun ja ka mësu leximin. Ja ka mësu fjala Kur'an do me thonë lexim. Njeriu ja ka mësu leximin. Drejt për drejti ja ka mësu librin tim. Ja ka mësu Kur'anin e Kerimin. Këtu në këtë fjalën allama al-Quran, ja ka mësu Kur'anin e Kerimin. Allahu Jalla Jalaluhu thjesht këtë librin e vetë e ka shtimin një fjallë. E në surët qera, tani qka ka bo? E ka bo të fësil, e ka spjegu, i ka dhonë të fësilet, e ka spjegu gjënsisht. Këto, ka thonë, allama al-Quran, njeriut, ja ka mësu Kur'an i Kerimin. Khalaqa al-insana allamahu al-bayan. E kam kriju njeriun, edhe ja ka mësu vetit e diturisë. Ja ka mësu kanalet e të shprahurit. Ja ka mësu ati diturin me të cilën aj e shërben vetën edhe i shërben qertë. Allamahu al-bayan. Në përmet kuj? Në përmet mjetëve të cilët unë ja dhash dhurat. Në përmet gjuhës. Në përmet mendës. Në përmet zemrës. Me zemër e dashuron diturin. Me mend e mledh, e të bon në veti, e shprej edhe ja jap qetrit në përmet kuj? Në përmet gjuhës. Tha Allahu Jalla Jalaluhu, unë e kam mësu njeriun edhe në përmet këtive mjetëve të bukura, ja ka bon të mundën me adhon qetrit. Ato shka ne akuzojnë islamin për din të mrapa metën, e ka renin një ajet shumë i shkurt Kur'ani i Kerim më spjegu. Allahu Jalla Jalaluhu ka thonë wal qalam, po baj be në lapsin, s'ka bo be në tërfukin, as që ka bo be në parmenë. Ato janë gjona vlerëshme për punën e vetë. As që ka bo mjetët moderne be në dënja. Ka thonë nun, Allahu alem, wal qalam, po baj be në lapsin. A këtë gjona në të cilët Allahu në Kur'an i Kerim be ka bo, as nja sa ka nja me i deshifru në Kur'an, as nja nuk është gjosh ka vlerë të vogël, as nja nuk është ka vinë pesh let. Për shembo, ka thonë wa shamsi wa duhaha, po baj ben djelin dhe dritën e ti. Wal qamari idha talaha, po baj ben hanën dhe në rotullimet edhe ndaljen e saj. Wal lejli idha yaghshaha, po baj ben natën edhe arsinat e saj. Wal nahari idha jallaha, po baj ben ditën edhe agimin e ti e ditës. Wal nahari idha jallaha, po baj ben dishka halama interesant ma afër juve se këtë gjona. Wa nafsin wa ma sawaha, po baj ben epshin e ju, po baj ben nefsin e ju, i cili ndi pjesë dahat, po baj ben nefsin e ju. Qad aflaha man zakkaha, ka pështu, ka gjetë rrugën e vetë, a i shka ka eduku nefsin. Wa qad khaba man dassaha, ka me hum këtë botë, ka me hum në hirat, a i qka këtë nefs e ka përlong. Ka bo ben nefsin me një vend qëtër kun Kur'an i Kerim suratul Qiyama, ajeti numër 2. A thonë la uqsimu bi jaumil qiyama, wa la uqsimu bin nefsil lawama. Po baj ben ditën e kiametit, edhe po baj be unë nefsin i cili kur ven puna ngusht, kur ngushtohet, thot i rash pishman. Do njëherë e len qaq vonë njeri u me i ra pishman, kur nuk ka dobi. Po baj benat nefs, që do njëherë e len me i ra pishman, kur pishman lëk i dobi, nuk ban. Kur është ajo ko? Shpirti ka thonë për nga mërë jo njerit, kur ti vene në qafë mi dal, është bo vonë mo. Ditën e kiametit a ka vend mo pishman lëki? Ska ko, është bo vonë. Pra, po baj be në nefsin e njeriut, i cili bot pishman dë njëherë. Kur dë njëherë?
e ka qu jetën 50 vet pa sejdë, e ka qu jetën 60 vet pa ninim, e ka qu jetën 40 vet kafëve edhe hajgareve me alkohol e me namusëzlëqe. Një ditë për ditëve ka hi si aj Sulejmoni në gjami, kajkatar, sharkigji, kanktar, rakigji, kafiq, kafegji, qka mos shka namazi, një ditë ka hi në gjami, rastisht me pa qisha në gjami, për qatë ka hi, qisha në gjami a thu, edhe ahun shte direk i gjamiës, hoxha po e fal ka akshomin, po e fal ka hoxha akshomin, e ka njësë elhamdulillahi rabbil alamin, wala dallin e lehomin e kabitisër. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Sulejman vetës, Sulejman, po ti edhe këtu mara po të përmenkën, o ti në Musaf në Kurane pas ke emnin hoxha në mihrab po të përmenka, ati rezil në për kafe dhe rakije edhe në putë e Sulejman mo bol, mo kur s'ki me shku, për që to mo ki me vazhdu jetën, që kjo do të jetë baza jote. Allahu gjelle gjelali unë që këtë nefs, që si soji cili e ndalën vetën për të këshijave, edhe i dhjep vetës rrugë qëtër në përmet diturijës që e ka morë, ka bo ben këtë nefs, e ka lavdru të me thonë, a thonë, la uksimu bi jaumil qiyamati wa la uksimu bi nefsin lawama, po bajbe edhe nefsin që bëhat pishman. Ama da në ditjes, do bëhan pishman me kohë, e do bëhan pishman kur s'ka fajde. Ka bo be Allahu gjelle gjelaluhun me në surën Kurani Kerim gjuzin 30, ka thonë vë tini vë zëjtun, po bajbe në fikun, edhe do bitë ti, vë zëjtun, po bajbe edhe në ulirin, ka bo be në ulirin, të na po i thënë zëjtinka, ka bo në be në ulirin edhe në vendin ku bote edhe në drunin e ti, edhe në cilësit e ti që janë mrena. Me në vend Kurani Kerim, Allahu gjelle gjelaluhun suratun Nur, gjuzin 18, kur ka fol për ulirin, ka thonë shajara, la sharqijetin wala garbije, pëm ase lindjes ase përëndimit, ja kadu zejtuha ju dhiu wala ulem të mses hunar, aq ulir, aq vajin e bukur e ka, aq vajin me vlerë e ka të madhë, sa që mundohet me bo dritë para se t'ja në zharmin. A pas ka drejta me bo bej për ta? Shumë mirë. Kjo sa konë për qëllim, ka konë për qëllim dishka që dhe sen. I vetëmi dru në bot, kejt drut në dënjo e kanë kanun, me u djegë ma si të thanë, druni u lirit ma mirë djegët ati që ka ta prejsh. I njohëm Kuran. I vetëmi dru është prej druve, i cilin si të ndhesh pranë ati, kalon një shëndet prej ti në trupin tanë. Kanë thonë edhe prej u lirit edhe vajit ati edhe mjeket edhe ato njerëzit qertë të cilët kanë pashërimin të, se ka do bitë veçanta, Allahu gjelle gjelalu që ka të më shekuj, be ka bo, ka thonë, u tini, u zejtun. Do me thonë, zoti ban be me fjallë shkurta, në gjonat me vlerë të mdoja. Këtu në ajetin e sontit nash ka kemi për qëllim, ka thonë, nun, wal kalem, po baj be në lapsin. Po baj be në lapsin. Me një hadith kutsi, Allahu Jalla Jalaluhu ka thonë, awwal ma khalaqa Allah, khalaqa al-qalam. Para se Zoti Jalla Jalaluhu të krijon çdo gjë, para se të krijon çdo gjë, çka ka kriju seftet para në herë? Awwal ma khalaqa Allahu al-qalam. Spari herë Zoti Jalla Jalaluhu e ka kriju lapsin. Edhe ka urdhnu, ka thonë, uktub, shkruaj. Dhe kale ma dhe aktubu ja rab. Dhe shka shkruj o zotim? Ka thonë uktubil maqadira hatta takume saa. Shkruj shka ka me ndodh prej në këtë moment dheri ditën e gjikimit. Shkruj shka ka me ndodh prej në këtë moment pikur të kam kriju tije e dheri ditën e gjikimit. Allahu Jalla Jalaluhu në këtë lapsin, ne me të cilin shkrujmë me te, ka bo be në ta. Pse kështu? Pse në lapsi? Pse në tërfukin s'ka bo be? Pse në grebulkën s'ka bo be? Pse në parmen s'ka bo be? Se s'ka bo zotin gjilponën be kërkun? S'ka jetë që ka bo be në gjilponën?
Gjilpona lunë rol të madhë në këtë botë. Me revesh, me te harnohemi, me te mlomi, veshmi, mlomi, nuk hesmi në gjilponë. S'ka bobe e zotin ta, kurkun. Ka bobe në lapsin. A thonë buka e lapsit të unë, ashtë largë prej majës gjilponës, me majën e lapsit, e kemi rujt shkencën, e kemi rujt diturin. Në bukën e lapsit janë shkrujt fjallët e mija, në bukën e lapsit janë shkrujt fjallët e diturisë, edhe e ka vazhdu bejën me një qëtër sen, mas lapsit, më nëherë ka thonë, wa ma jasturun, po baj be edhe në vijat e fletorës, ku në zonë sa të shkrujnë drejt. Po baj be në lapsin, edhe po baj be në vendin ku lapsi shkrujnë, po baj be në fletën, po baj be në letrën. Mare vesh, gjëmatin dërshëm, ulemat me respekt muaj e kam për qëllim, sa larë kanë shku, gazetat, në Arabi, për foli për në Arabi, gazetat e ditës, ju e dini gazetat e ditës në Arabi, sa është gjohë gazet, qështu, si këtë gazetat ndu njohë, s'ka gjohën të. I morin e ingrejnë, i porositin zonësat, mos i shkelni, mos shtroni, se në zonësat e kanë adet e shtrojnë gazetat me ongër buk. Thënë mos i shtroni gazetat arabisht me ongër buk, kanë thonë se, ani sa të shrimi, ani sa shahrami, ani sa shahbar, ani sa shkash. E thonë, me që të shkronja, është Kurani Kerimi i shkrum, për qatë hatër. Mos i shtroni me ongër buk, mos u është një mbito, se bashkë me që të shkronja, është Kurani Kerimi. Do të thotë për respekt, fleta, ku shkruhet harfi, ku shkruhet shkronja, është mojë ndershme, më njëherë. A shkrujt dishkanta, e ka marrë kuptimin e shejt. Se mo, si të ketë shkencë në ta shkrume, si të ketë diturin në ta shkrume, ajo mo drejt për zdrejti, duhet me i caktua sa i ven ku me majt. A shkrujt në ta për shembol se bomba atomike, bomba neutronike, Andrej Sakharovit, i mban këtë element, këtë dimenzion, këtë kombinim edhe këtë kombinim, edhe ti të ka ra ndorë libri Sakharovit, edhe ti ki qef kimin edhe fizikën me studiu, ki qef popullit tanë që amarojsh një bombë neutronike, gjonë shka ki popull velasate e pa në ndër dë njëherë. Qka është për ti e ma e libër? A është Kurani Kerim? Me siguri sa Kurani Kerim. A është hadisi pejgamberit? Me siguri sa hadisi pejgamberit. Po qka është? Shkencë për të cilën Islami ka porosit që 14 shekuj. Ka thonë Kurani Kerim, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ai i cili e punon prej juve një atom, është ka fjala për bombën neutronike apo? Ai i cili prej juve vepron jetën e vet, edhe e ban një atom pozitiv prej punëve të mira, ditën e Kiametit ka me gjetë atomi a kanë në Kurani Kerim. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Edhe ai që e punon një atom prej punëve negative të jetës vet, edhe ati i shënot. Unë e di që moti plesnia shti shka jam të kujtu. Janë do thonë atom dhe me kësha po folin dhe me qitë dhe një herë për atë. A janë qëtër sen, nësimi të folin për ata. Atoma qëtër sen, atoma pjesa me e vogël prej të cilës formohen gjanat e mëdhoja. Kanë thonë ulemat këto, Kurani Kerimit nuk ja kemi asë një borgjë, ulemat e shkencave fizikës. Ka thonë Kurani Kerimit nuk i kemi borgjë këto. A i ka folë për atomin, na kemi folë për atomin. Ama na kanë thonë kemi folë edhe ma shumë për atomin se Kurani Kerimi. Qka keni folë ju? Na ka thonë kemi thonë për se ka grimca më të vogla se atomi ndatë edhe në disa pjesë, e këto e kanë ngrejt gishtin, shkencëtarët e fizikës, me i kalzu Kurani Kerimit pak dërth, me i dhonë Kurani Kerimit pak mësim, e thonë atomi ndatë në pjesë më të vogla. Kush janë marrë ato? E thonë neutroni, elektroni, protoni. Au, sa mirë. Bravo, halal ju koftë, ju meritoni respekt. Masi jeni njerës që ju mirëni me shkencë, edhe e keni boke zbulim kashtë madhë, halal vera. Bravo ju koftë, ashtu duhet. Vazhdoni halat studioni, vazhdoni halat hesni, veç ta keni me dije se Kurani Kerimi ka thonë, wala asgara min dhalike illa fi kitabin mubin. Edhe grimcat më të vogla se të atomit, edhe ato shka t'i bani nesër keni me i pa, në librin e ju. Pra, pas ka folë për atomin, pas ka folë para 14 shekuve, edhe për elektronin, edhe për neutronin, edhe për protonin, për pjesët më të atomit.
ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. Nuk ka gjo për të cilën këtë kitab, tha Allahu Gjelle Gjelalu, nuk kam fol. S'ka mundësi. Një prej shkencëtarëve, edhe jo shkencëtarëve, nuk ka mundësi, thashë edhe në atë moti prapë për përsëris, me ngrejt gishtin me thonë, unë këtë e thash, në Kurani Kerim s'ishte. S'ka mundësi. Nuk ka mundësi. Ullët janë të mbylluna. Allahu Gjelle Gjelalu ka thonë, s'ka gjo për të cilën unë në Kurani Kerim nuk fola. E qishme e dit, pra, qishme e dit, dhe në fes elu ale dhikrin kuntum la ta'lemun. Pitni djetarët si tjeni pjative, qka nuk e dini. Kja jetë e ka pas radhën për spjegim kur? E ka pas radhën për spjegim pran. Dhe fes elu ale dhikri in kuntum la ta'lemun. Allahu Gjelle Gjelalu u Gjelle Shanu në kam su regullat, ka me artër të dituria. Prej djetarve bashkohor, një djetar, ai nuk i nënshmën besimtar të vetë të islamit, po i kshilon me një kshil të sert, kështu me një kshil të ashpër, duke e marë për delila ajetin e Allahu Gjelle Gjelalu wa sakhara shamsa wal qamar, e kemi nënshtru djelin edhe hanën për dobit e ju e o njeri. E kemi nënshtru djelin edhe hanën për dobit e juaja o njerëz. Dhe të thot, i kemi regullu ashtu që krejt dobit e ative ju t'i shfridzoni, njeri ju t'i shfridzon, djelin edhe hanën. Thot një djetar, që shubote, që shartër të kjo a thu, ato njerës që s'janë musliman, e shfridzojnë djelin për elektrik në kohën e fundit. I kanë maru ato fe parqe, ku e shfridzojnë rezën e djelin për korent. Muslimanët, po flini bura. Thon flini bura. Dhe në sakhara shamsa wal qamar. E kemi nënshtru, e kemi urdhnu, e kemi kriju asimonire, që njeriu t'ja shfridzon gjitha vetit. Ku i kështu? Djelit edhe hanës. S'ka gjohë tre, gjëmatin dërshëm. Nuk ka gjohë tre. Edhe ato shkencëtarë të cilët e ngajtën gishtin në kallëzun se hona nuk ka drit vetën, po e merë prej djelit, edhe në jep neve, edhe ato s'na kanë pru tre kur gjohë. Edhe ato kërë kanë ngrejt gjishtin në kallëzu tre, kemi thonën me ajetin e Kurani Kerimit prit një pak. Zoti Gjelle Gjelalu në Kurani Kerim ka thonë, wa ja'ala ash-shamsa sirajan wal qamara nura. Diellin e kemi bë dritë dhënës, hanën dritë përçues. Kjo është ajet në Kurani Kerim. Çelle Kurani Kerimin juzin 21. Thonë shams dia, diellin e kemi kriju dritë dhënës. Kurse wal qamara nura, kurse hanën e kemi kriju dritë përçues. Pra s'ka të vetën. E çka ka që tërsen këtu, kush ka po e ngreka veti, kejt kjo është dituri, kejt kjo është shkencë, kejt këto gjona janë të cilët meritojnë prej hulumtuzve të hulumtojnë edhe anena, edhe hulumtuz të këtive të respektojnë nga mesi, që kushtohet kujdes. Kur jemi këtu, e dim shumë mirë se burimi ma i madh mas Kurani Kerimit për me na mësu këto gjona kaq mirë, para se të vazhdojmë me spjegu diçka, edhe me këtë temë sonte do të damin, a do të kalojmë nëse proma në temë qëtër, kërkojmë prej gjëmatit me lujt çdo kush prej venit vet me erste para pak. Kejt, shumë nën këtë Ramazan e kemi përcjell fjalien shkencëtarët i kanë islamit borxh. Shumë natë e kemi përcjell. Sonte do t'i ceki unë një di persona të cilët kanë tregu me vepër se islamit edhe islamit i kanë borxh. Këto di persona janë njëri anglez, njëri francez. Do t'i përkthejt citatet e këtive edhe me siguri do t'a mbyllim des. Njëri Bernard Shaw, filozof anglez me fam, me renomet madh, i cili kalon vepra filozofike, unë do t'a spjegoj citatin e këtij që ka shkrujt me një libër për Muhammeden a.s. Një 4-5 fjali me një libër edhe me një libër qetër një 4-5 fjali qetër, po ju mos jeni të mprit anglisht me citu, unë do t'a citoj arabisht për shkak se libri janë shi përkthim. Ka thonë Bernard Shaw, filozofi anglez, inna al-alama huwa ahwaju ma yakunu ila rajulin fi tafkiri Muhammedin. Ka thonë bota e tashme, kur s'ka pas nevoj ma shumë se sot të në trëngjallët vjen një njeri
me mendën edhe idetë që i kishte Muhamedi. Kur s'ka pas nevoj për një njeri, sa ka sot nevoj. Kisa musliman, nuk kemi të folë për Gazaliun. Kemi spjegu nota se sa islame dhe islamologët i kanë dhënë rasti shkencës dhe diturisë. Sot jemi të spjegu shka kanë thonë për diturien tonë, për islamin, ato shka s'janë musliman. Hadha an-nabi alladhi ahalla dinahu fi mawdi' al-ihtirami wal ijlal. Adon ki pejgamber, ki i dërguar i cili e ka spjegu ditërien e vet, i cili meriton çdo nder edhe respekt. E ka spjegu dinin e vet, edhe e ka vu nasi karike, i cili meriton çdo nder edhe respekt. Fa innahu aqwa dinin ala jami'i al-madaniyat. Adon mutlak, absolutikisht është dini i Muhammedit, dini më i përparuar para çdo feve dhe ideologjive edhe dineve në këtë botë. Khalidun khulud al-abad, din i përgjithmonshëm i cili kur s'ka mushter. Mesin e këtij citatit Bernard Shaw, pse i ka pru këtë fjalë i përgjithmonshëm s'ka mushter? Pse e ka fol këtë fjalë athu? Ki ka qenë njeri shumë i freskët në dituri. Këtë fjalim rena në citatin e vetë e ka pru jo për që të rëthen për verse, me i tregu botës krishtere se madeni i Biblit asos, po ju nuk jeni ka e kuptoni. Spjegimet materiali i ushqijës i Biblës ka morë fond. Ska kush ku i mo prej Biblës shka i spjegon. Dini Muhammedit është Khalid khuludul abad. Aja është i përgjithmonshëm kur s'ka as njëherë për më ushterë. Do të thot ka me qenë ushqis i çdo kohës edhe çdo vendit. Wa inni ara kathira min qaumi yadkhuluna hadha ad-din. Edhe unë po i shoh se shumë djem të popullit tim po kalojnë këtë din në islam ala bayina, me argumente po kalojnë. Çka ka dash me thon Bernard Shaw me këta? Ka dash me na tregu se djem të Anglisë, të cilët po kalojnë në islam, po kalojnë jo në hawa, jo në epsh në islam, po kejtë lexues të mëdhaj po kalojnë në islam. Asnjë njeri në Evropë sa po musliman veritash prej masës rëndomt, po vetëm ato lexues të mëdhaj. Profesoresha Universitetit Londonit, ai Roger Garodi, agjen Francë, sociologu i madh francez, ai Cat Stevens, ai artisti i madh, asnjë njeri prej njerëzve të rëndomt. Unë po e shoh se shumë djemë të kombit tem janë të kalu në islam, edhe ta keni me dije se janë të kalu në islam ala bejina, janë të kalu në islam me argumente. Wa sejegidu hadhe dina sabila al-fasih fi hadhihi al-qarra. Bernard Shaw ka thonë ta keni nërmen ju evropianet se islami në trojet e tona, në shtetet e tona, në vendet e tona shumë shpejt ka me gjetë rrugën e vetë me kalu, edhe Evropën ka me misunduaj shumë shpejt. Inshallah, as njas ka thonë inshallah. Për judhimet e Evropës i të kalojnë islam, po bëhet beti. Bëhet shumë mirë, bëhet shumë mirë. Ato tornado, ato leoparda, ato pancira, ato pershinga, ato kejtë të në bënë tonë, si vllaznite, vllaznovi bëhet shumë mirë. Që atëhere mutlak bombardohen Sarajevo. A kështi, jo është, shti më sprit një heqë. Shti më sprit një heqë, se ashtë marë me qitë bume në ato paktin në frontët e Serbijës Sarajevo. Ashtë turpi madhë. June, di që zdoni këta me e kuptu, së kur shka i një mësu, këtë gjonat mos me kuptu, ama ashtë marë me qitë. A di një pësa marë? E marë a vlau të bume me qitë në bërë. Ashtë turp, këta budalë, ato se janë të hupt. Ato janë kejt njerës të meqëm që po të bohën ato sofrat me bokë si biseda agje. As njësa i hupt, as këtot lindjes nuk janë të hupt, as të të përendimit nuk janë të hupt. E kush janë të hupt atu? Sho që janë? Edhe i jotë, nesër sati 12 kime e pa, krisi, o bon. Bani dur të hazër, kej. Sati 12, marojt e morë fund. Jo që jo 12. Edhe miliona shekuj merend 12 që të kanë me kaporci, e ato punë s'kanë mu bo. Si të bohat pra njoni pi ju e thot, po mu bo. Nësër dhe në hoxha, atë më ka zë një vica, lejoni? Nësër dhe në hoxha kishtë dalë të denizi për përzike mund që është me lugë. Dhe shka mu banë bre këto, tha po e zonë kos. Ka qitë në lugë dhalë. Tha po e zonë kos. Tha po a zhjet, a zhjet denizi kosa. Nuk zhjet o hoxhë.
E dini çfarë përgjigje ju ka dhënë këtij? Mirë, tha, po mu zon. Se ju thon. Edhe ju, si jeni bo hazër me thonë, po mu bo. E unë po ju kallzoj, pra po mu bo që shka bot. Në Saba, kur qosh pijumit kur të nish kishin bombardu, gabim kish rate musliman. A i piloti, se ne kish qëndru bashmir. Mi qitë bume, mësë ju zini për kostura burra. Vlau, a i qëti vlavit tanë bume. E mu sas u kri, që a se ki qartë mua. Dhe në Islami ka me gjithë rrugën me ushtrin Evropë edhe me mbisundu Evropën. Ulemat e përcjelljeve të këtive gjanave kanë thonë se dikon që ati ka viti 2020, kusha gjallë, inshallah Evropa do tjetë musliman. Kusha gjallë, plesh me peshatë ju me gjikë, do thojnë mu konë, unë e bre ta kish në mërin si vetë t'i shbo. Zbo si vetë, s'ki punu kur gjonë, shka ki punu si vetë që mu bo si vetë? Qka cëllën punë ki bo që t'bo si vetë? Ha? Kur gjos kemi punu që t'bo si vetë? Qërë bura e në to, kadar, ama do t'bo. A ke hojë argument se Islami do të ambizondon Evropën? Do të islamizot Evropa këtë, po. Edhe jo Evropa, edhe ma larkë se Evropa, edhe ato maton, ato të barta gjë, edhe ato për te. Allahu Gjelle Gjelalu ka thonë në Kurani Kerim, li ju dhihirahu ala dini kulli, këtë Islam e kam zbrit në ditë për ditëve me mbisundu mbi gjitha fejt. Ki ka hi edhe në Rom të papa mrena, në kabinetin e papas në shmrena, i Islami jonë, edhe në kabinetin e papas në mrena. Islami ka kalu edhe në katedralën e Kellnit mrena, që ato bura shka janë mrena, ati do janë musliman. Islami ka kalu edhe në katedralën e Amsterdamit mrena, në podrum të asaj musliman janë do bura. E qka podom ma tepër me të kalzu se 1750 gjamia janë në Gjermani? Ma shumë qka podom? Kumanova e ka një gjimës gjamije. Një gjimës gjamije. Merevesh tash e vogël, me shëndru në fur buk me peka e vogël. Për fur nuk banë sumunat mishti edhe minzer. Jo gjemot me hi 40.000, 60.000 banor. E në Köln janë pra vesh me një qitet 45 gjamia. Kush pa punu ma shumë? Kush pas ka punu ma shumë? A na pa mi punu ato? S'po e japin shkije do vla, pa ato se japin, qka me po se japin dhe? Qim që ti u knaqet e provu me elon ato, e ato s'pe japin. Qim që ti ki punu di shka që ato ta japin. Se japin, jo. Shka ju ki lip që 4 vet? Shka ju ki lip që 4 vet? Pise a bo që kjo shka a bo? Dokumente për bilard. Dokumente kejt, sopat e mishme shëndrani për një mazdarke, dokumentat kejt bohen hazër për një mazdarke. E dinim se bohen hazër? Se janë hazër. Për qatë bohen hazër? Se janë hazër. I ka në të vijat si thirë janë mledhje kur filonit edhe filonit. Emnin mbullën. Shko qele. Janë të marrë pe qele instrument. Këtu ani nasht. Rinia juve këtu në të shkoje. Po du me maru një lutje për kafiq. Za kafiq? Ka të këqivot farash me taj kafiq? Vo e danajsti novembri, vo trinajsti ako sa ka shka o të fori, o të ma, e o të dokumenti. Po du me qel një rezilhone, o rezilhona, 10 dokumente një një mas tjetrin, veç ju lutmi juve shqiptarve, që si gjona ju lutmi sa ma tepër, që rinia ju mos të harroje se ka shkoll, të harroje se ka liber, të harroje se zoti ka bo ben lapsit, të harroje se zoti ka bo ben në fletat ku shkruhet, të harroje se Allahu Gjelle Gjelalu të donë djetar, të harroje me mësu fizikën e kimien, të harroje me mësu bombën neutronike, të harroje se edhe ki ban me prodhu tank, edhe top, edhe raketë, edhe përshink, edhe mujtët me i prodhu si doje, kejt që to qelni që to rrugë për mi rrugë, veç ju lutë mi ka duvari shkollës, sa të muni, bëni shka të bani, angazhoni rinin e uvë, ka duvari shkollës mës të kenë punë. Se qështu për ju dojmë de? Qështu për ju dojmë? Kemi qef me ju pa në kamionin e Sarit. Kushan ki kamionin Sarit? A i dini di vetë në kamionin Sarit për mas të varëm këtu? A i gini pa? Me ka puqatëzia. Qati kanë qef me na pa neve. Për qatë janë të punu qati me rakëthi kejve. Në kamionin e Grasko Qistoqës. A i shka i selë bërlokat mas shtu. Kush ka morë erë ati e ka pas e sa hara miskative në qati. Qati stajin njoni pineve duhet me bo si pas apetiteve e zhnebive. Na hala andër po shofim. Hala na po thojmë hoxën
Çka ka zonë zori unë, a biljard qeli, a kafish qeli, a kafe? Hoxhën se ka zonë zori, o vllavi jam. Hoxhën se ka, kur një zorë se ka zonë. A ti pse se ka zonë asë një zorë? Pse ti duesh revolen me manu mu këtu në balë, e unë e hitë marvesh, ajo a bështash, a qokoladash, a zdu me një, me zorë, musën më shnjati, se s'kam vak. Unë e kam dhomën e madhe hakarat, me libra edhe 20 vetë mus me dalë për ati, se një biti si lezimin. Unë e kam kafiqin tem. Qatë unë e di kafiq? Qatë i ku lezojnë qatë sobë, s'kam vak. Pra së më pas ka zonë mu zori, apo? Mu a di shë më ka zonë zori, mu më ka zonë zori jotë. Mu zori jotë më ka zonë. Edhe unë po e lajmëroja është i qara se më ka zonë zori jotë. Më ka zonë zori gjalitan. Më ka zonë zori gjalitan se është tur po burra, mo gjithë ditën e lume, gjithë natën, është marë, ma i smrami, kur të bitisën kejtë këto punë, au bre hoxhallar dhe në qafë në morën dhe këto be. Hoxhallar, mes mi hek, hoxhallar, të dhe gjamiat, na, po fletrojmë, shkum. Ku shku? Ku që i hekëm? Ku shku? Shku më burg. A shku më burg ajo? Po refuzon dikush s'ka argumente me mnejt karshi. Në 100 herë kam përstri 13.500 gjemë në burg. Pi kafiqt. Kejtë zotnit, kejtë kafiqt gjian të rimja. A kam thonë se ma i vogli a 4 veçar. Shti 6 i ka bon, se që 2 veç jam shqip. Foshnjorën e burgit Zvicrës, kja është i popullit tonë ki njëri. Kejtë bota 5 miliard kanë morë vesh në përmet televizionit se am shel një 4 veçar për drogë në burg. Në foshnjorën e burgit Zvicrës, 4 veç. Shka ka po? Njone i pitmleve ja ka dhonë 70 gram, qëja qati njëri të qaj banderi telefonit të përshe, ta e kabina. Qëja qati jepja, a i polici, kap, es me mu, edhe ti, më repu. Na imi të folë në gjami për diturien, për shkencën, për arsimin, me u civilizu, me u ngrejt, me u trazu pi gjumit, mës me flet mo, mës me flet as natën, mës me flet as kur të bere bor, as breshën, as shias, gjithmonë me nejnë kom. Allah i gjelle gjelaluhu o gjelle shanu, na e baft mundur na me i kuptu qëllimet e tona ku jemi, synimet e tona me i kuptu edhe me ju dalë në qosh insha Allah. Wa idha arada al-alamu an-najata min shururihi fa alayhi bi hadha ad-din. Bernard Shaw ka thonë si doje kjo bote komplikume sot me dal prej krizave që ka në të kapat për islamin. Innahu dinu l-islami wal adala was saada. Është dini i drejtësisë edhe është dini i harmonisë fi dhill shariatin muhkama, në hijen e një shariatit të kamgullën i vumë në shtilla të forta. لم تنس أمر من أمور الدنيا إلا ورسمت له طريقة ووزنته بميزان لا خطأ فيه. أظن إسلامي عشان دين إتلي سكا problem që nuk i ka dhënë zgjidhje edhe s'ka gjë që nuk e ka marrë me kanarin e pagabuar. إن محمدا يجب أن يدعي منقذ الإنسانية. Vazhdon Bernard Shaw dhe thot Muhamedi meriton me emnu shpëtuesi i njerëzisë. Muhamedi meriton ما أمرتو شبتوثي نرزيث إنني أعتقد أن لو تولى رجل مثله زعامة العالم الحديث لنرجع في حل مشاكله. أظن أن كان بسي من أفال سنين يريسي محمد الصد ميمار فرينات إلا مشي توكس كيش ما يفندوس problemet e kësaj bote më njëherë ki bile e ka prun pak shkurt mu e bashkë qatë së dhja për një majo ka thonë sa e pi një njeri një kafe atë shpejt kish Muhammedi a.s. mi vendos mirë. A problemet. Njoni pi ju Abu Hazër më pyet, a se di Bernard Shaw, filozofi anglez, se Muhamedi më nuk ngjallët a? Kja budalasha? Jo. Kje di se Muhamedi më nuk ngjallët. E pse gjithë këto supozime i ban pra kështu? Se ka për qëllim Muhamedin si person. Qëllimi ati është me qenë se muslimanët edhe njëherë këti i këthejnë një musliman, një njeri ven edhe njëherë, e udheq këtë bot me këta, problemet më njëherë vendosën. Problemet më një arsa të e pini kafe vendosën. Pse a thu vendosën? Numër 1, i pët haki çdo kuj. I pët e drejta çdo kuj. E për shka po vuj njerëzit shti? Na, shfar probleme na kemi? Na, populli jonë, shfar probleme kemi? Na, ekonomikisht, elhamdulillah, 3 arë dite po ham, mirë, që po ham? Shnosh me shnet, do të smut, po edhe qërë popull kanë smut. Na, shka po vujmë? Po vujmë prej drejtave të morën
se Stojana Ndovi edhe Lupqa po thojnë që i mgidava me pravite. Shikshi. Një popull i pas ka fatin e drejtave veta ndorën e Lupqës. E që dhët, ja japë mina. Po mirë, o shkovi keq. E kush ti ka dhonë ti e që me ja dhonë ti dikuj këto drejta ta ndurë të njani qetrit jana. Në islam sa kështu, e thonë edhe gruja, drejtat e veta i ka ndurë të veta, jo ndurë të burrit. Mere vesh, sa janë njerëzit lirë në islam, i ka drejtat e veta. Për qatë njerëz të tonë, kurse kanë kuptu islamin, thoi, kështu thoi, burri, aj burri, ja kishte nu shamien asaj qikës. Ose, ja kishte hek shamien asaj qikës shka shkoj gjenuse. Këtu shka ka ndodhë këtu? Kur gjohës ka ndodhë? Njoni, a përzit drejtat e qetrit. E ka kalu normën. Kush gudzon? Hoxhallartë po thojnë gratë duhet me konë me shami. Qire sa kesh njerëzit janë të informum. Hoxhallartë nuk thojnë gratë duhet me qenë me shami. Hoxhallartë zgudzojnë me qelë gojën ata me qenë me shami a pa shami. As gojën zgudzojnë me qenë. Pse? Se të thojnë ata përzien drejtat e qetrekuj. I morin drejtat e qetrekuj prej dorë. Allahu Gjelle Gjellari u ka thonë, burri, qështu duhet me konë qisha, gruja duhet me konë emlume. E shumë, shka ka mu përzia që mi ka zhuti kujse, a unë i kam atë drejta, ajo e drejta asaja. Si ta përcele ajo, ata e ka përcele drejtën e vetë dhe ka përcele normën e Zotit. Si mës ta përcele, unë shka kam, kur gjo? Një grue e kishlon rrugën e Zotit. Një normë prej normave të Allahu Gjelle Gjellalu e kishlon. Kur gjo sa bon? A bon një grue e cila e ka shkel një regull shëriatit ka mu denu për ta, e ti mos e ngrej krien me thonë, a obe ajo, sa keq pa bon, ajo bol keq ka bon, që ti e ki knash ti, e namazit shka se ki falë ti sot, asa si shëmja asaja, njajt, për qatë unë nuk pranoj për ati njerit që thot, i shprish filoni brek, ishte shku posht, nuk për e ninoj ke bre për hajke, valla një me ka shku posht, një me ka shku posht, për hajke, e kam patu pi cigare. Kishte shku posht, e mirë. Ti shka se ki falë drekën sot, a nalë ki shkua. Ti ki shku posht. Se haje ka hongë Ramazanin një shartë prej një parë prej farzëve, ti e kilon namazit një parë prej farzëve. Njoni ka në 100.000 mark, 200.000 mark, ven haqë e do me nive la për atë punë. Kja nalë ka shkua. Jo, dhe ki ka shku posht. A i qëtëri shka ka pare me dhonë se qatë dhe hitës po do me ni. Aja nalë ka shkua. Edhe ki ka shku posht. Po njerëzit qetrin po e shofin. Fjalia e fundit e dërësit santit, Isa a.s. ka thonë, jara ahadukum al-qadhata, la jara ahadukum al-qadhat, jara ahadukum al-qadhata fi ajni akhih, wala jara al-gjadha amama. Njoni prej juve po e shenë kashtën sinët e qetrit, kurse trupin e hurë më stërzun para kamë vetë, as po e shenë. Allah e Gjelle Gjelaluhu ka bull në e bëv ditën e sotit, insha Allah. Kemi një hosh misafir në gjami, të cilit do t'ja japë mi fjallën mas namazit taravijës më njëherë, kemi dëshirën që rinia mos del prej gjamije me fjallën el Fatiha, për shkak se hoxha nuk ka ardha i vohën, ne kemi dal herët në gjami. Ne kemi dal para kohës, hoxha ka ardhë me kohë, nuk ashtë në regull, zde pikursia hip, njoni, merë fjallën qëtri le, po mas namazit taravijëve do t'ja japë me fjallën një kohë, sa të këtë dëshirë aj me fol aqë, na për mesafirët kemi vakt të rinë sifir, insha Allah. Lillahi el-Fatiha. Salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammedin alayhi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mas pari ti falenderojmë Zotin Gjelle Shanuhu që na i dha këtë rrugë të mirë. Mos kish qenë udhëzimi hidajetit e Allahut, nuk do të ishim në këtë rrugë. Edhe pse isha përgatitur për një temë posaçme për këtë fshat, duke e ditur se feja islame këtu është shumë mirë. Mirë po freskimi i hoxhës tuaj, ai dersi, nasihati, këshillat, ishte ders me të vërtet aktual, më freskoi zemrën shumë. Edhe jam më i kënaqur që ndigjova se sa unë të ligjërasha. Nuk ka ngel çka të tregoj. Vetëm mund pak e shumë përpiqem të bashkangjitem dersit hoxhës tuaj. Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluhu shiqir që Kumanovën me rrethin e ka gëzu me dietar të shëndash.
për të pas një dietar kështu siç i keni ju, a veçanërisht Hoxhën këtu, s'ka nevojë të bëj komplimente për njohi mirë. Kjo është një dhuratë e madhe e cila kushton me parë shumë, a me kohë mos e llogarisin. Për ta bën një djalë Hoxh kushton mas pakti 10 vjet në Arabi ose këtu, për Hoxh, ka 10.000 marka t'i bësh hesab, 10 vjet bën 100.000 marka. Pa edhe në 100.000 që do t'i fiton të bën 200.000, këtë e më pak. Leni krita ata, njëherë mjafti kini këta dhuratën për gjithësi. Në Kur'an thëtë Allahu Gjelle Shanuhu, li yundhire men kane hajjen wa yahikka l'kaulu. Ki Kur'ani qerimi ka zbrit për njerëzit e gjallë e jo për të vdekurit. A me të vërtet në këtë dersin që ndigjova sonte, Kur'ani ishte i gjallë në këtë xhamat. Edhe shpirti më knaq kur e pash këtë xhami kështu të mbushur me xhamat. Edhe pazari, tregu pa njerëz nuk është i bukur dhe i heshun. Ashtu edhe xhamia pa xhamat kur një sent, s'ka ara mere. Ku enfusekum wa ahlikum naren. Dersin që kësha përgatit e lash, se Hoxha juj më qojt të ndroj temën. Ju o njerës, ruanja vetën, edhe fmi tu i familjen nga zjarri i xhehenemit, i cili e ka lëndën djekse gur dhe trup njeriu. Zjarri i xhehenemit nuk kallet me drunje, po as me letra. Kallet me gur, në vend drunit, gur, në vend letrës, trup njeriu. Këtë e ka pregadit Allahu Gjelle Shanu, a dini për cilën? Për ata njerës të cilët nuk i përmbahen Kurani qerimit. Kurani qerimi është kushtetu të Allahut. Dhe thot kështu, wa men a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Ai që i largohet Kur'anit, librit të shenjtë, kushtetutës Allahut, ai ka përqetu një jetë me drenga, me mund, me izet, me vëshërsi, me gjithët këshijat që ekzistojnë. Edhe sot, për fat keq, musliman nuk i përmbahen këti regulli, edhe vujnë, hekin, mundohen, nuk kanë jetë lumtun, pse e kanë lënë librin e Allahu Gjelle Shanuhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Rafat, e dini çka ka thonë para 1400 vjetëve. Koha e mosdijes dhe traditave të këqija ka kaluar. Ata i kam shkelur me këmbët e mia. Pa dijen, gjahillikun, çka i thoni. Edhe traditat e këqija 1400 vjet i ka shkel me këmbë pejgamberi. Ne sot nuk i shkelim, po i marrim. Po të këshin qenë muslimanët dhe proshin ashtu si që ka urdhnu Zoti dhe si që ka përësit Muhameti, ne sot dhe të këshim shku mbi hanën Mars. Për fat keq, ku tha Hoxha se me biljarda, me kombare, me punë të këqia, kurin të mi tanë, unë kishe përësit njerëzit e menqun, edhe mi talent. Nëse dëshirojnë të ndigjojnë Allahun dhe pejgamberin, ato shkopit që luajnë biljard, të shëndrojnë në lapsa, shkruajnë, ose të shëndrojnë në shkopin të i vrasin prindët që u japin fare të luajnë atje. Shpëtimi i në shki vlazën. Drujt që ka gjindën botë të i bëjmë lapsa. Lumejt, liqet të i bëjmë gjirë, boj. Shkruajnë, të lexojnë, dim, atëherë shputojnë, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Sa i ka baba bërgj gjallit? Ne jemi mësu në xhami vetëm të regojmë hak babe, hak babe. Hak baba e dini sa kimi? Ska hua që mund të tregone sa. Se i kimi shumë. Ama baba sa hak i ka gjallit, sa dreta. Baba i ka gjallit hak pa më lindë, deri atë ditë kur dhe vdese. Pa më lindë.
Dhe të jap një shembull që mos e vënë shembullin ta marrni mend. Qerat lini se keni ders të sa duni, pasurit madhe keni. Në kohën e Hazreti Omerit, njeni pas ka shku dhe është anku ka Hazreti Omeri. Hazreti Omeri ka qenë për drejtat e njeriut. Hazreti Omeri ka qenë njeriu më i drejtë. Thuhet se peshoja, kantari, Terezia në ditën e gjykimit nuk e merr parasysh ta peshon Omerin. Ka frikë nga drejtësia e tij. Njeni shkon dhe i thot Omerit kështu: "O Omer, kam një djalë arrogant i fllitshun, i ashpër, i sert, i fllitshët, nuk ka tregume. A beson se në shtëpi nuk shkohet prej atij? Ka marrë ta qaj djertin, ta thirisht, ta këshillosh, t'i japish edukat, tërbije, nasihat se s'u rrin shpejt." Hazreti Omeri tha: "Në mesin e nxënësve, shokëve Muhamedit kiet kështu fëmijë? Ato prind që kanë jetu pranë Muhamedit, kështu fëmijët kanë lindur?" Edhe e thiri djalin. E thiri dhe i tha: "A nuk është turp për ti t'i japish babës tonë t'i zijet, mund, ta lodhish?" A çka tha djali? "Baba, çka ka lip prej tije? Ka lip që unë të dënoj ty." E mëri merë, tha. "Para të pitë që atë babën tem si më ka rrit. Baba jem një herë kur është martu, e ka martu femnën më të fllitshën me dine. A beson në i merë, kur më pisin i kujije, më vjen turp të regoj se cilin e kam nanë. Ja, hak më ka pa u martu. Përndej baba njerë kur martohet, pa më linë fëmi, duhet shiqone se martohet me një femën ndershme. Se dhe të linde fëmi, edhe i fëmiu nesër dëshiron që tonë i lumëtu në mesin e shokve, me ftyrë të bardhë. Një është kjo, kur kam lindu në i merë, aq fanatik, emnin ma ka dhonë mu, mini verbët, mini qërë. Në ndështë sigurisht e dinja, mini qërë më në gjesë dele dhe në brame. Që atër shef ka pak edhe e humbën hesapin. Mini qërë, di, 3, a e di si më ka rrito i merë, me lopë, me dhem, me të shame, me gjithat këqia që egzistojnë. Unë shkoj me lopë, a i mëson të mu se si ti kullasi ka are huj, vetëm e vetëm frejët, kafshat, ngopet. 1. E dita, fjallori gëstime është vetëm fjallori fliqun. Kur gjatë tjetër. 3. Unë nuk e dija një herë të marë të më këshillone të mape nasihat, gjali babës, biri babës, kjo e mirë, kjo e keqe. Aj vetëm për keqe. Edhe pas ka prita një fëmijë halal, të si e gërkon? Jo i merë. Edhe zëti i meri qka thot? Me dëvërtet thot atë dajakun, a i thoni dajak ju. Atë qytekun që e kësha pregadit për këtë gjallin, e lip ka baba. Pse? Baba e pas ka bua këtë fëmijë kështu pa kultur, pa mësim, pa shkoll, pa dije. Ma tu qe, kjo është haku i fëmijës deri sa është fëmijë. Baba i ka fëmiu të hak edhe kur vdes, kur i del shpirti. Ka ra shtrat vdekës. E kuntum shuheda e idh hadre Jakub el mautu, idh kale li benihi ma ta abudune min badi. Kur vdes duhet t'i thire fëmijët, ti porosejse edhe ti pese. Baba ja shkoj në ahiret, ju qka do të boni mas vdekës time? Qka keni të boni? A dhe mani këtë fe, a dhe mani këtë rrugë të drejt, a dhe t'i mirë një ferët? Wallahi, ta shkit vdesin musliman, t'i shpa porosej. Dhe një sen për dinja mund t'i tha të shiqa, mere hakun ati, me lesh të refa që trefi. Ose bje këtar, bje shpis, të bëj halal, këtat, kështu pjot lafe ka. Ama as kush prej nes nuk i thot, nëse nuk e mbaron, nuk e kri fakultetin, s'ta bëj halal. Nëse nuk e sas me dresin, s'ta bëj halal. Nëse nuk bësh njëri, s'ta bëj halal. Këtë se thot kërkush. Edhe ta shkon fshat, sa banor ka ki fshati, ka 3.000 banor. Sa inxhinier ka, 2, sa doktor ka, 3, sa gjillar ka, 70, 80, sa gjillar ka, 4-5. A është në regull kjo? Sa është në regull? Hiq nuk është në regull. 3.000 banar një fshat duhet kjetë
50-60 doktor, 3-40 inxhinier, 10-15 të zhëllar, duhet këtë 5 gjahila, 4, 3, 10, aq. Një numër i vogël që nuk kanë mund të mësojnë. Unë nuk di sa e kuptohet hoxha. Unë për mu, sa dhe ki hoxha juj ka qenë doktor, profesor, ma freskoj shpirtin, se tregoj disha gjana që musliman 1400 vjet i kanë lanë qëtër kushtë të shfrizane. Edhe sot ne jemi pa dhije. Inshallah Zoti Gjelle Shanuhu neve në shtin frigën e zjarit gjehenemit një dashurin mësim që ne drujt t'i bëjmë lapsa, ujrat t'i bëjmë në gjirë, të mësojmë, të dim, freskohemi se ushqim më mirë për njeriu se dituria s'ka ku një sen tjetër. A dini nësi jemi? Përgjësine muslimat të rëngustivar, një brumimi. Mjalta është ushqimi më i mirë për njeriu. Mjalta, nuk zavencohet në asnjë sen. Vetëm me qenë artificial, i kështoj sheqera e qetëra, atër të epës mundin e sheqerit, ose që i bënd qëtë në barkë, kur gjatë qetër. Ama po qëtë mjalt natural, s'ka smundje, ka vetëm shërim. Me ja dhanë dikuj që është i smun, mjaltën e mirë, ati duket e idhët. A thu ka faj mjalta, ka smundja. A i smuni e ka faj. Ajo është vetë i smun, me ndonë se mjalta është e idhët. Mjalta është men vetë. Por neve ku e kemi gabimin? Neve mësimi, nasihati, këshillat që na jepen, pakin t'i gjëmë se jemi të smun me besimin. Imanin e kemi dobët, për arsye, si ka thënë një shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me qenë Huzaife, për ndryshe ka qenë sekretari i pejgamberit për punët e mbrëmshme. Se jeti zemanun alen nasi, dhe të vjen një kohë për njerëzit, nasihati, dija, udhëzimi rrugë të drejt, dhe t'jetë për ata më i keqe, se sa mishi i ngordhët i gonarit, mërshë cafët. Edhe është interesant, sot një muslimani që ka gabu rrugën, me ja tregu rrugën e drejt, e ignon shumë. Edhe qëka të interesant të që la komentande. Me i dhanë mish gonarit hanet, mish cafët, nuk i vini natë. Me i thanë më se bënë punën e keqe, si kur e mitën. Pse? Vetë dije s'ka, dituri s'ka, gjajliku pa dija e ka mund, traditët e këqie e kanë mund, shkile traditën e keqe. Si thapin nga meri, i kam shkel, tha me kam të meja di gjana, pa dijen edhe traditën e keqe. Muslimant për deri sa nuk i bëjnë të di gjana, asë njëherë nuk do të përparojnë. Por, ta keni me dije, më mendojmë se këtu kalojmë edhe shkojmë më mirë në ahiret. Wallahi, ai që jeton keq këtu, pa fe, pa din, pa shkollë, pa zanat, pa mësim, edhe para Allahut keq e ka punën. Besoni që keq e ka. Se nuk ka erthin më e keqe se pa dija. Nuk du të zgjasi më shumë mos ju vnoj për këtë kohën që dhe mara halallëk ju kërkoj, a për ndryshe manja rrugën e Kuranit nëse e doni shpëtimin. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, nuk ka fjalë më e mirë dhe më e drejtë se ajo fjalë e cila thret në rrugën e Zotit. Në rrugë Zotit ju thret Kurani, dietari. Nuk i shkojmë Kuranit mbas, ne edhe këtu e kemi bërbat punën edhe në ahiret. Allahu Gjelle Shanuhu të gjithve për hir të këtij muajit Ramazan na udhëzon në rrugën e Kuranit qerimit dhe në porosinë e Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam. Lillahi al-Fatiha.